Hapi kasafortën me stetoskop dhe grabiti 1.2 milion euro bizhuteri, kush është shqiptari që bëri kërdi në Europë. Policia spanjolle ka vënë pranga një shqiptar i cili dyshohet për vjedhje në një argjendarie në qendrën tregtare në Madrid. 42 vjeçari mori bizhuteri me vlerë 1.2 milion euro. Sipas mediave vendase bëhet fjala për një grabitës të famshëm, por edhe të frikshëm, Shamir Hoxha, i cili u vë në pranga në 22 tetor 2025 në momentin e arrestimit mbante në qafë një nga bizhuterit e vjedhura me vlerë rreth 3.000 euro. Vjedhja ndodhi në 28 prill 2025, gjatë një ndërprerje masive të energjisë që preku një pjesë të madhe të Spanjës duke lënë pa energji dyqanet dhe sistemet e sigurisë. Ky kaos e lehtësoi zbatimin e planit pasi qendra tregtare Plaza Norte 2 në San Sebastián de los Reyes, Madrid, ishte bosh dhe masat elektronike të mbrojtjes nuk funksionuan. Hoxha planifikoi grabitjen me saktësi, duke shfrytëzuar ndërprerjen e energjisë për të çaktivizuar alarmet, bravat elektronike dhe sistemet kundër vjedhjeve të vitrinave. Grabitja zgjati vetëm 4 minuta sipas pamjeve të kamerave të sigurisë. U ngjit në çatinë e jashtme të qendrës tregtare dhe bëri prerje në çati pikërisht si për argjendarisë Jose Luis, duke krijuar një vrim për hyrje, pasi hyri në pjesën e brendshme hoqi pllakat e gipsit për të arritur në një korridor teknik dhe që lidhte dyqanet. Prej andej, bëri vrima të tjera në mure për të arritur direkt në ambientin e pastëm të argjendarisë, zbriti nga tavani deri në dysheme. Hapi xhamat e vitrinave me një kaçavit të thjeshtë, pasi bravat elektronike nuk funksiononin për shkak të mungesës së energjisë. Zbrazi të gjitha vitrina duke marrë 2200 bizhuteri, përfshirë një koleksion ekskluziv ari të bardhë me diamante. Plaçkën me vlerë mbi 1 milion euro e futi në një çantë shpine. Doli në këmbë nga qendra tregtare, kishte parkuar makinën e tij të dorës së dytë të blerë muaj më parë larg kamerave. Të nesërmen iku në Rumani, ku braktisi automjetin. Policia gjurmoi fal kësaj makine dhe fal hyrje dalive të shumta në Spanjë gjatë muajve vijues.